Hello everyone and welcome back to another episode of Learn, Ship, Listen and Repeat. Today's topic is a weekend in Tirana, or in Albanian, një fundjavë në Tiranë. Whether you are planning a trip to Albania or simply want to learn more about Albanian culture, this episode will help you build practical vocabulary and understand real-life conversations. So, get ready to listen, repeat, and experience a weekend in Tirana. Le të fillojmë. Let's start. Tirana është kryeqyteti i Shqipërisë dhe një qytet plot jetë. Gjatë fundjavës, rrugët mbushen me njerëz që shëtisin, pinë kafe dhe shijojnë atmosferën e gjallë. Vizitorët mund të zbulojnë historinë, kulturën dhe mikpritjen që e bëjnë Tiranën një destinacion të veçantë. Një vend i mirë për të filluar është sheshi Skënderbej, zemra e qytetit. Aty ndodhen disa nga ndërtesat më të rëndësishme të vendit, si Muzeu Historik Kombëtar dhe Opera. Sheshi është ideal për të bërë fotografi ose thjesht për të pushuar dhe për të vëzhguar jetën e qytetit. Pas një shëtitje në qendër, mund të vizitoni pazarin e ri. Ky është një vend i njohur ku mund të gjeni fruta dhe perime të freskëta, produkte tradicionale dhe shumë restorante e kafene. Është një vend i shkëlqyer për të provuar gatime shqiptare dhe për të përjetuar jetën e përditshme të banorëve. Nëse ju pëlqen natyra, mund të merrni teleferikun drejt malit të Dajtit. Nga maja do të shihoni një pamje panoramike të Tiranës dhe zonave përreth. Shumë vizitorë zgjedhin të ecin në natyrë ose të drekojnë në një nga restorantet e malit. Mbrëmja është koha më e mirë për të vizituar zonën e bllokut, dikur e rezervuar vetëm për udhëheqësit komunist, sot ajo është një nga lagjet më moderne të qytetit. Aty do të gjeni restorante, bare
kafene dhe muzikë live pothuajse çdo fundjavë. Tirana është gjithashtu një qytet me shumë parqe dhe hapësira të gjelbra. Parku i madh i liçenit është një nga vendet më të preferuara për të ecur, për të ngarë biçikletë ose për të kaluar kohë me familjen. Atmosfera është e qetë dhe çlodhëse, larg zhurmës së trafikut. Një fundjavë në Tiranë ofron një kombinim të historisë, kulturës, natyrës dhe jetës moderne. Edhe nëse keni vetëm 2 ditë, do të keni mundësinë të shihni shumë vende interesante dhe të krijoni kujtime të bukura. Shumë vizitorë largohen me dëshirën për tu rikthyer përsëri. And now, as a conclusion, let's see some important words from the lesson, starting with the first one, capital city, kryeqytet, kryeqytet. Atmosphere, atmosphere, atmosphere. Destination, destinacion, destinacion. Square, shesh, shesh. Building, ndërtes, ndërtes. To visit, të vizitosh, të vizitosh. Market or the old bazaar, pazar, pazar. Traditional products, produkte tradicionale, produkte tradicionale. Cable car, teleferik, teleferik. Panoramic view, pamje panoramike, pamje panoramike. Neighborhood, lagje, lagje. Live music, muzik live, muzik live. Green space, hapësirë e gjelbër, hapësirë e gjelbër. Park, the same way, park. Memories, kujtime, kujtime. And to return, të rikthehesh, të rikthehesh. Thank you for watching and do not forget, subscribe for more videos. See you in the next one.